Horizont nga Leonard Koja në windowradio.de. Mirëmbrëma miq të Window Radio. Unë jam Leonardi, live këtu nga studio në Gjermani. Shpresoj që të jeni mirë dhe të keni kaluar mirë këtë të ditë të mërkur dhe duke shpresuar që jeni pranë valve të radio Window Radio. Ne jemi në puntatën e radhës të emisionit Horizont. Dhe Window Radio si gjithmonë ju mund të ndiqni në website-in zyrtar të radios windowradio.de, po ashtu mund të ndiqet në platformën Radio Box, në platformën Radio Shqip, pra që është platforma radiove më të mëdha të radiove shqiptare, në Tunej, në platformën globale ku janë pothuajse të gjitha radiot e botës. Aty edhe ne sot jemi regjistruar edhe ne në këtë platformë që është një kënaqësi e veçantë edhe për ne dhe është mundësia që edhe ju të mund të ndiqni Window Radio sa më pasër. Ne mund të ndiqni edhe në Google Search, thjesht të shkruani windowradio.de, në faqen zyrtare të Facebookut Window Radio. Plus që të gjithë ju që nuk keni mundësi të ndiqni emisionin sonde live, nesër në orën 13 në drek mund të ndiqni emisionin përmes ritransmetimit në radio. Po ashtu, emisioni do jetë nesër edhe në YouTube, ku mund të ndiqni sipas mundësive dhe dëshirave të tuaja. Pra janë disa mundësi që ju mund të ndiqni. Unë jam shumë mirënjohës të gjithëve që na ndiqni dhe mund të më përcjellni pyetje edhe për të ftuarën që unë kam përzgjedhur për sonde. Dhe sonde kam një të ftuar të veçantë, ku do përpiqemi të kuptojmë diçka më tepër rreth çështjeve juridike, drejtësisë shqiptare, problemeve që ajo ka dhe do besoj që do jetë një emision i këndshëm ku dhe ju mund të drejtoni pyetje përmes numrave të kontaktit të radios apo dhe të numrit tim personal. Pra, sonde kam të ftuar avokatën zonjën Sabina Meta, ku ne të dy jemi shkodran, përpiqemi të flasim shkodrançe, por më thënë drejtën e kemi përzi pak, por do kuptohemi. Mirëmbrëma zonja Meta dhe mirë se më erdhe. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën, faleminderit. Si jeni, si u kam? Mundona me kanë mirë. Gëzohet. Që shumë goti. Unë të jam mirënjohës që më ndërove sonde në emision dhe do përpiqemi të kuptojmë diçka më tepër rreth problemeve juridike dhe drejtësisë shqiptare. Po pse jo, nëse rindot atë pa bën do pak thashë theme ndoshta edhe për politikën, sepse në Shqipëri politikë, drejtësi, gjykatë, prokurori, sikur janë bashkë ato. Bashkë janë faktikisht, që sikur. Po nuk do ishte, nuk do duhet të ishte. Normalisht në një shtet normal, shtetet së drejtës nuk do duhet të ishte, sepse edhe përmes kushtetutës është parashikuar ndarja dhe balancimi ndërmjet pushteteve. Por në Shqipëri çfarë nuk ndodh? Do më lesh të them shumë mirësisht Sabina. Po, patjetër. Bëjmë bisedë miqësore. Po, ashtu e kam emrin unë faktikisht, kështu që mund të frasësh Sabina. Jo, pa këto gradat ju, pa kupton kështu. Po, jo, më çne. Me kanë qenë për Shkodrët për ta marrë. Po, më të çime te. Sabina, drejtësia shqiptare si sistem është i pavarur apo është i kapur nga interesat politike, ekonomike? Kush është sot ky sistem? Tani, në Shqipëri nuk ka asgjë të pamvarur. Le ta fillojmë nga kjo, ose nëse do të ishte një pyetje, a ka një gjë të pamvarur në Shqipëri? Në Shqipëri nuk ka asnjë gjë të pamvarur. Kështu që drejtësori është domethënë i lidhur, kur flas gjyqësorin apo kur flas sistemin e drejtësisë, pushtetin e drejtësisë, flas domethënë komplet hallkat e këtij pushteti, çka do të thotë gjyqësori, çka do të thotë prokuroria, OPG-ja, të gjitha këto janë të lidhura angustësisht me qeverinë,
Ku nga ana tjetër qeveria është e lidhur fatkeqësisht me krimin. Kështu që qeveria duke u nënshtruar krimit, automatikisht gjyqësori nënshtrohet qeverisë dhe shkak pasoj, do me thënë nëse do të pladhim A plus B plus C, baraz me 1, i takon që edhe gjyqësori nënshtrohet krimit. Pra janë të gjitha të lidhura ngushtësisht në mënyrë të pavarur, në mënyrë të pandërprer me njëna tjetrën. Po, me fjalë thoni që s'kemi gjë të pavarur. Jo. Kështu si është bërë Shqipëria? Jo. Absolutisht asgjë. Po si Çdo gjë ku mendohet. Po, më thuaj. Jo, tani si mendohet me fjalë që bëhet drejtësi kur nuk kemi diçka të pavarur, pra kur është politika, kur janë interesat ekonomike dhe për çfarë pastaj diskutohen gjithë këto reforma, gjithë këto ndryshime. Atëherë në Shqipëri nuk ka drejtësi. Drejtësi e vonuar, quhet drejtësi e mohuar. Nëse ti i drejtohesh gjykatës për fituar një drejtë tënde dhe drejtën tënde ti e merr mas 30 vitesh, gjatë që nuk je i sigurt a do të jetosh apo nuk do të jetosh gjatë, domethënë, kjo nuk quhet drejtësi. Pra, drejtësia është në ato momente kur ti i drejtohesh gjykatës ose drejtohesh në rrugë administrative, çka do të thotë institucioneve shtetërore të pushtetit ekzekutiv apo legjislativ për të fituar një të drejtë, për të marrë një përgjigje e të tjerë, dhe në momentin në të cilën kjo përgjigje është negative, normalisht ti do të drejtohesh gjykatës. Nëse rruga për në gjykat i takon një kalvar i gjatë më shumë se sa 10 vite, le të themi shkallë parë dhe apel, ose më shumë se sa 5 vite, jo 10 është absolutja, do me thënë është largëmendsh, do të thotë që nuk ka drejtësi. Por këtu në Shqipëri, nëse ne do të nisemi nga shkolla parë deri në apel, mund të shkojnë mbi 5 vjet. Në apel mbet 10 deri në 15 vjet, në gjykatë të lartë mbet mbi 15 vjet. Pra, më thuaj për çfarë drejtësie ti na duke folur? Kur ti nuk të shërtohet çështja, kur ti drejtohet në gjykatë dhe merr një datë në vjet ose 2 data në vit. Dhe për të zgjidhur një çështje ty të duhen 5 vjet. Në shkallë të parë, për një marrëdhënie punet, për një dëmshpërblim paket, për një pension, për një vjetërsi punet, që pleqt më parë vdesin, se sa fitojnë të drejtën e pensionit. Duke që në këto kushte... Për shkak të reformës në drejtësi, për shkak të reformave të sistemit të gjykatave, reforma politike. Reformat politike ishin për të katëruar sistemin gjyqësor. Të gjitha ato të cilët janë njohës të së drejtës, ekspert të së drejtës, ekspert fushë të së drejtës, jurista apo ato të cilët studiojnë doktrinën juridike, e kanë ditur fare mirë që reforma dhe harta e gjyqësore ka qenë një shkatrim i gjyqësorit. Ka filluar me reduktimin apo zhdukjen dhe asgjësimin e gjykatave në rrethe të ndryshme. Të kesh gjykatën afër shtëpisë është komoditet për palën, sepse janë njerëz të cilët janë objektivdhunës, janë njerëz të cilët duan të zgjidhin një çështje, janë njerëz të cilët janë pensionistë, janë njerëz të cilët janë invalid, të cilët nuk kanë mundësinë ekonomike apo edhe kushtet fizike që të marrin që në mëngjes herët mjetet e transportit dhe për të ikur nga gjykata në të cilën ndodhet qyteti, pra nga gjykata e qytetit të tij, për të transferuar në një qytet tjetër. Pra kjo ndodhi në rrallë të parë me reduktimin apo shkrirjen e gjykatave në rrethja, si rrjedhoi hartës gjyqësore. S'dytit ishte me shkrirjen e gjykatave të apelit. Pra, jo vetëm që u shkrinën gjykatat në rrethe, por u shkrinën edhe gjykatat e apelit. Nga 6 gjykata apelit, tani kemi 1 gjykatë apelit. Dhe 1 gjykatë apelit në 72 gjyqtar që duhen me kenë, janë 30 gjyqtar. Dhe kjo akoma çështje të 2015-s që nuk kanë përfunduar. Bëhet fjalë 1 gjykatë në tonë Shqipërinë, përse kjo reformë ishte dështuar. Ne kishim një praktik të gjykatës administrative të apelit. Gjykata administrative e apelit ishte një në tonë Shqipërinë. Dhe aty ishin bërë çështjet, domethënë në një numër shumë të madh çështjesh të pazgjidhura dhe ishte një eksperiment i dështuar, i cili duhet t'i tregonte të gjithë politikanëve, pra ato të cilët mendojnë për Shqipërinë dhe popullin shqiptar, që një gjykatë e apelit është një dështim për ta në Shqipërinë. Për ata e dështën këtë dështim, sepse u lëvërtis që të sërollasin njerëzit në përgjigje, ose u lëvërtis që njerëzit të sërollaten në përgjigje dhe mos ta fitojnë kur të drejtën e tyre, që me parë të vdesin. Po, me parë të vdesin se sa të marrin drejtën. Me parë të vdesin apo të braktisin Shqipërinë se sa ta fitojnë të drejtën.
kjo lëvërtisë shtetit. Dhe stretit ishte shkrirja e gjykatave administrative, nga 6 gjykata administrative u lanë në 2 gjykata administrative, një në Tiranë dhe një në Lushnjë. E gjitha kjo ishte një le të themi platforma për reform e mirë menduar për ta shkatërruar sistemin gjyqësor dhe për të asgjësuar drejtësinë dhe mbrojtjen e të drejtave të individit, të qytetarit, të popullit shqiptar. Po më fal Sabina, shiko, jeni ose sa keni këmbgulur ju si avokatën, sepse kjo është edhe barë edhe për klientin tuaj, por edhe vetë për ju si avokat i klientit. Sepse nuk është kollaj për shembull vish nga Tërpoja, të shkosh në Tiranë në gjykatë apeli apo nga Saranda në gjykatë apeli. Pra është kosto e shtuar dhe keni këmbgulur se ka pas një zë të fuqishëm apo ka dhe brenda ju kështu përçarje që jo. Ne avokatit në radhë parë prap, atëherë duhet të kesh parasysh 2 grupe. Është grupi i reformës politike, do me thënë, apo është pozita e cila i ka qëndruar kësaj reforme, më si normale sepse ato e kanë ideuar dhe e kanë sjellur si projekt ligj për ta miratuar. Është opozita e cila në vetvete ajo ka nxjerrur dhe ka luftuar këtë gjë duke pasqyruar domethënë negativitetin e kësaj reforme, sepse fundit strukturat ndërtesat ishin, struktura ishin punojësit, ishin gjyqtarët, ishin sekretarët, ishte domethënë e gjithë platforma e cila mundësonte ushtrimin e një profesioni apo ushtrimin dhe dhënien e drejtësisë pranë gjykatave në rrethe përkatëse. Dhe këtë gjykata kanë mbetur bosh sot e kësaj dite. Dhe ishte avokatët të cilët u grupuan dhe thanë të gjithë që kjo është një reformë domethënë e cila do të sjellë pasojë apo një projekt ligj i cili do të sjellë pasojë për sa i përket domethënë mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve dhe rritjes së kostove të qytetarëve. Të gjithë këto opozit dhe avokatën ishin kundër kësaj. Dhe normalisht që avokatët bën edhe protesta, madje bën edhe greva, domethënë apo një protestë e cila ishte me pezullim të gjyqesh dhe mos realizim të gjyqeve për një javë kohore dhe ditë kohore ose diçka e tillë, domethënë. Ndërkohë që nga ana tjetër, ajo që duhet të suportonte më fort, populli meti në heshtje. Populli nuk e kuptoi ose nuk dënë të ta kuptoj dhe nuk arrin ta kuptoj që lëvizja e gjykatave nga Shkodra apo nga Tropoja është një kosto që rritet kostoja për vetë qytetarin, me kupton? Sepse avokati fare mirë i thotë dëgjoj, unë për të vajtur në gjykatë të apelit, unë do të kërkoj edhe pagesën për sa i përket dietës ushqimore dhe pagesën për sa i përket karburantit dhe pagesën për sa i përket rrugës që më shkoj deri në Tiranë, domethënë në gjykatë të apelit apo në gjykatë administrative. Pra, automatikisht, në qoftë se një padi kushton X lek, do të kushtoj tani X lek plus shpenzimet gjyqësore për vajtjen në qytet tjetër, shpenzimet administrative, shpenzimet për sa i përket rrugës, dieta ushqimore e gjëra të tilla, domethënë. Këtë populli nuk arriti ta kuptoj. Por ishte domethënë aq i cekë do të thosha qytetari, sa tha që le të bëhet mirë avokatënve. Po jo mos avokati e ka dorë. Çdo avokat nuk ta merr çështjen për me dalë deficit vet. Pra të përfaqëson, sepse fundit ka hap një zyre për me pagu taksa, me pagu tatime, po me pas edhe një test për vete, me pas edhe të ardhurë ekonomike për vete. Me kupton? Pa diskutim kjo, por shiko, mua më çudi diçka. Të flasësh me politikën, pra me njerëz të opozitës, gjithnjë shkarkohet tek populli. Të flasësh me ju të punojësit e ligjit, pra thoni populli. Po fal tani, populli a nuk kupton populli apo është ndoshta e paaft për t'ia shpjeguar vetë popullit edhe vetë opozita se çfarë kërkohet apo çfarë po ndodh, apo është aq e përçar opozita saqë edhe vetë populli ka humbur fare besimin. Atëherë, ke thënë diçka të vërtetë tek pika fundit. Opozita është e përçar, le të themi që s'kemi opozit. Kështu që edhe ata të cilët janë demokrat, deri diku mund ta kenë humbur atë besimin tek opozita. Kur unë flas populli, flas të gjithë qytetarët të cilët synojnë nga kjo gjë. Por duhet të kemi parasysh kur pa me këtu popull. Po është problemi se ky popull çapo ndodh me këtë popull, pra ka humbur besimi, ka humbur shpresa, çfarë është?
Nuk e di, ky popull është në një gjumë, domethënë në një gjumë i cili po vonon shumë për të zgjuar. Nuk i bën përshtypje as çmimet domethënë rritja e çmimeve, nuk i bën përshtypje as fakti që domethënë një proces gjyqësor zgjat vite dhe shkapeten tek avokati. Ti mund t'i thojnë avokati sa herë sa dush mund t'i thojnë avokati që dëgjoj, nuk është në dorën time caktimi i datës, nuk është në dorën time zgjatja e procesit gjyqësor, sepse realisht nuk është në dorën e avokatit. Pra në momentin që ti ja beson avokatit një çështje, avokati duhet brenda fateve kohore me ta depozitu pa dinë në gjykat. Aty mbaron puna e avokatit për sa i përket zgjatjes së çurisë së një procesi dhe gjithçka varet nga gjyqtari. Po, avokati duhet të përfaqësojë, duhet të mbrojë, duhet të jetë korrekt, duhet të jetë i ndershëm, duhet të jetë drejt, duhet të paraqesë tërësinë e provave dhe të luftojë edhe për marrjen atyre prova që nuk ka pasur në mundësi në dispozicion për shkak të politikave administrative të ketë gjatë procesit administrativ, por i merr gjatë procesit gjyqësor. Ktu është puna e avokatit, por zgjatja është në dorë të gjyqtarit. Kështu që populli është dashur që ta kuptojë, qytetari është dashur që ta kuptojë që unë duhet të luftoj për të drejtat e mia. Me kupton, nuk më intereson mu se çanol me avokatin, se avokatin e paguaj unë për shërbimin. Nuk më intereson mu se çanol me dentistin, se çanol ku ta diun me floktoren, se çanol me një biznes tjetër. Sepse rritja e kostove të jetesës do të thotë që rritjen e faturave, dhe ata fatura ku do të shkapeten? Përsëri do të shkapeten tek unë. Unë do të paguaj buken më shtrenjtë, do të paguaj kosin më shtrenjtë, do të paguaj djathin më shtrenjtë, do të paguaj perimin më shtrenjtë, ndërkohë që nga ana tjetër edhe ai që ka nevojë për një shërbim, dentistit, ekonomistit, parukiere, avokatit, çfarëdo lloj shërbimi, rroba qepsit do të paguhet më shtrenjtë, sepse rritet kostoja e jetesës. Pra është shkak pasojë. Këtë duhet ta kuptojë qytetari që çdo rritje e çmimit, çdo ndryshim ligjor sjell pasoja të drejtë për drejta për te. Por hajde shpjegoja qytetarit, hajde shpjegoja popullit. Është e çuditshme në fakt kjo që ndodh me popullin tonë, sepse le të lëm politikën me vete, le të lëm edhe gjyqësorin me vete, pra mos pas njëri punë me organet e gjyqësorit, por ne po shohim që nuk ngrihet njëri as për ujin, as për shqetësimin e bukës, as që s'ka drita, as për të shumë të drejtat e tjera që janë minimale jetike, dhe është vërtet e çuditshme se çfarë është kjo gjendje, dhe çfarë duhet të ndodhë me këtë popull që të rebelohet. Nuk e di se çfarë duhet më ndodh, sepse nuk e di se janë të ngëndur kaq shumë gjëra çdo ditë, sa s'po na del momenti për me marr frym për gjërave të ndryshme që ndodhin çdo ditë, që ne i dëgjojmë me veshët tanë, i shohim me sytë tanë, abuzimet, pamundësinë, skandalet, domethënë shkatrimet, vjedhjet kolosale, korrupsionin, drogat, mafjen, që nuk arri domethënë me marr frym unë si ekspert e fushët, avokate, them për çfarë ndodh në këtë vend më kështu, s'arri me kuptu. Unë nuk arri me kuptu vetë si në radhë parë si avokate, dytit si qytetare. Dhe mandej përplasim me heshtjen e një populli, mantës të cilët nuk i bën përshtypje asgjë. Me duket se jena kena bë dhe jena dorëzuar për çdo gjë. Ndodhin çfarëdo lloj gjëje në këtë shtet, domethënë jena mësuar me këtë njerimin tonë dhe nuk na bën përshtypje. Është vërtet dhimbshme kjo lloj heshtje. Shiko, duhet të bëj një pyetje edhe profesionale, por dedikuar edhe personale. Nëse nëse ti do, ose ke diçka që të ndash me ne, cila ka qenë ajo çështje që ty të ka tërnditur më shumë për shkak të dështimit të profesional të institucioneve? Do të thoja ka qenë një çështje... Ose një grup çështjesh, me fjalë që... Po, ka qenë një çështje pronash. U luftua 20 vite, ajo çështje pronave kishte kaluar shkallë parë, apel, gjykat lartë. Gjykat lartë, apel, gjykat lartë, apel, mandej në apel shkallë parë, mandej në apel shkallë parë, gjykat lartë. Ke parasysh, domethënë duke këta shkallët një 2-3 herë, shkallë parë, apel, gjykat lartë. Shkallë parë, apel, gjykat lartë, apo apel dhe shkallë parë. Dhe në fund erdhi një moment që u shërtua në shkallë të parë. Gjatë momentit mantës të cilët u shqyrtua në shkallë të parë, normalisht unë kisha kërkuar shfuqizimin e vendimit të kthim komensimit pronave, duke prezemuar si ishte edhe një vendim me mbivendosje pronet, kur nuk i takon pronarit B, por i takon pronarit A, pala qenë mbështesja. U bë një luftë shumë e madhe, për shumë vite, gjykatat kishin dështuar të merrnin një ekspert, me ba një akt ekspertimit,
me qyrë origjinën e pronave, cila është origjina e pronës B-s dhe cila është origjina e pronës C-s. Dhe këto prona kushtriheshin aktualisht, si rridhnin këto prona në krahasim njëra me tjetrën dhe këtë e bën një ekspert fushet. Pra, ishin 20 vite ku asnjë nga këto gjykatat nuk ishin kaluar domethënë në fazën e ekspertit dhe në gjykatën e shkallës parë, në momentin që u kaluan në fazën e ekspertit, u konstatua që prona i përkiste as, pra klientit tim. Pavarësisht se prona i përkiste klientit tim, në tokën e klientit tim, që B-ja i kishte marrë me certifikat pronësie në mënyrë të padrejtë, kishte ndërtuar edhe një pallat, por që gjatë kësaj kohe, domethënë pala A kishte kërkuar shfuqizim leje, pavlefshmëri dhe regjistrim të certifikatës së pronësisë. Gjykata tha që ishte shprehur edhe në vendim që po, me akt ekspertimit del që prona i përket as. Me prova shkresore krijohet bindja që prova i përket as. Nga rrjedhja kronologjike e gjithë dokumentave dhe certifikatave të pronësisë dhe akteve bashkangjitur, domethënë padis, rezulton që prona i përket as. Po B-ja ka ndërtuar një pallat dhe ne nuk mund të nxjerrim që e ka ndërtuar pallatin jo përpara viteve 90, është ndërtuar pallati gjatë procesit, me kupton? Pra mas viteve 2008-2010, diçka e tillë. Ndërkohë që çështja në rrugë administrative dhe gjyqësori kishte filluar që pas viteve 90, që mas në 95-ën. Dhe në 2011-2015 diçka ku përfundoi gjykimi në shkallë të parë, mas një 20 viteve le të themi kalvar, gjykata e kishte shkruar në vendim dhe kishte thënë që gjykata krijon bindjen se prona është as, gjykata krijovi bindjen që edhe referuar aktit të ekspertimit që komplet territori pronës është kaq metra katror dhe apartamenti ndërtuar ndodhet në tokën e as, por gjykata as nuk ja njeh të drejtën e pronësisë dhe as nuk ja kthen as, domethënë, dhe as nuk i njeh të drejtë parablerit dhe as të drejtë kompensimit. Domethënë ky ishte një dështim i sistemit gjyqësor dhe i ligjeve. Sa edhe vetë pala që unë përfaqësoja tha po çfarë u bë tani? Si edhe ma njeh pronën? Edhe e din që është prona jeme, edhe e kupton që ma kanë vjallur gjatë kohës që unë kam luftuar gjyqësisht për 20 vite, dhe kur vjen fundi nuk me një asgjë, as drejt pronësies, as drejt kompensimit, as të drejt bashkëpronësiet, absolutisht asgjë. Sa e thonë, ke drejt, po gjë stokon. Bravo, e them me pak fjalë. Drejt ke, po gjë stakon. Çiko, me gjitha të shkallë që përmendë ti, shkalla e para, 5 gjykate lartë, shkalla e para, 5 gjykate lartë, gjitha të shkallë, vallaj mi more mend mua që po dëgjoj, por jo ty që 20 vjet jesh marrë më të dosje, por dhe dua prapë në këtë linjë të bëj një pyetje tjetër. A ke patur presione direkt për një dosje nga prokurori, gjyqtari, nga një politikan, ekzistojnë të tilla presione? Dëgjoj, unë ta kam thënë që në karriera ime ka qenë e larmishme. Do me thënë, unë kam punuar në gjykatë për 7 vite, kam punuar në avokaturë të shtetit, ku kam përfaqësuar të drejtat e institucioneve shtetërore, kam punuar në studio ligjore, kompani ndërtimi dhe më vonë si avokate. Kështu që këtë presionin ti e den, do me thënë, kur kam punuar në sektorin publik apo kur kam punuar në sektorin privat si avokate? Në të dyja. Po më shumë si avokate. Atëherë, kur kam punuar në sektorin publik, më shkërkuar që të veproj në kundërshtim me ligjin, më shkërkuar që të veproj në kundërshtim me ligjin për sa i përket një çështje që unë kam pasur, dhe do me thënë kam refuzuar, më shkërkuar që të mos bëj ankim, ndërkohë që çështja duhet të bëj ankim për të mbrojtur interesat pasurore të shtetit, dhe më kërkua që të mos bëj ankim, dhe unë kam thënë që në qoftë se ti nuk dën që unë të bëj ankim, në qenë se ti je shefja ime, ma jep me shkrim, ma jep me urdhër, jo po, jo, kështu me fjalë unë nuk kam, sepse nesër mas nesrit, ti fare mirë më akuzon mu për shpërdorim detyret. Unë refuzova ta bëj këtë shkelje ligjore, sepse thashëm nuk dal kundra ligjit, sepse kam frikë burgun, kam frikë, do me thënë, nuk është gjithçka vetëm thjesht largimi nga puna, por paraprakesh unë kam frikë të bëj një paligjshmëri për efekt të burgut, sepse gjithmonë ka kështillu baba, mos bën asnjë paligjshmëri, sepse meqense ne kena kanë të përsekutuar e para që e han shkurt shqip, do me thënë. E thon shkodrançe. Kështu që e gjithmonë mbas ligjit. Dhe kështu që jetën gjë e thashë llone, nuk bëj asnjë paligjshmëri sepse kam frikë burgun, shkurt shqip. Në qoftë se ti merr urdhën si shefja jam edhe të shmon që kjo gjë nuk duhet më bë, ma jep për shkrim, edhe e them që
refuzoi tankimi sepse shefja ka vendosur që mos bëhet tankimi dhe zyra e inspektimit. Këtu marrën çështja. Mua më largovi nga puna, ndërkohë që kolegëve të mi të tjerë, domethënë, që ja kaloi dosin, i dha të njëjtin urdhër, ato e zbatuan normalisht për menajt në punë dhe ato i fillovi procedimi penal dhe u larguan edhe ato nga puna, domethënë, por përveç saj kishin edhe një bonus për procedim penal. Ndërkohë që unë fitova gjyqin për largim të padrejtë nga puna, mora edhe një kompensim i cili ishte modest, por më tepër ishte satisfaksion në aspektin tim. Kjo për sa i përket aspektit të marrëdhënieve me administratën publike, ku nuk kam toleruar kurrë që të veproj kundra ligjit. Ndërkohë që për sa i përket kur kam punuar si avokate, presionet mund të kenë më tepër nga pala kundërshtare. Ke parasysh? Jo gjykata, jo prokuroria asnjëherë. Vetëm thjesht nga pala kundërshtare, domethënë, i cili ose e cila mund të kenë bërë presion, jo po pse më një këtë çështje, apo hek ndër nga këtë çështje, apo pëshoj këtë çështje. Unë gjithmonë i kam thënë palës kundërshtare diçka. Dëgjoj, nëse ikone, do të vinë dikush tjetër. Pra, klienti im do të mbrohet me një avokat, se e parashikon ligji. Nuk mund të heksh të drejtin klientit për të mbrojtur me një avokat. Kështu që nëse ti do të vazhdo me presionin, unë këtë rallë pa bëj demek se nuk dëgjoj. Pa bëj demek se nuk kuptoj, pa bëj demek se ti i emocionum dhe irritum nga kjo padi. Nëse më bën përsëri presion, do të drejtohem organeve kompetente, kanosje dhe procedim ligjor sipas ligjit. Kështu që më mirë merr edhe një avokat ta këshilloj si avokate dhe vepro ti sipas ligjit dhe unë sipas ligjit. Domethënë kjo është ajo gjua që unë bëj kundrejt presioneve. Mi fjalë, ju duhet jeni edhe psikologe edhe avokate. Po, mbasi më ka ndihmuar një çik edhe psikologjia, sepse kam bërë edhe bachelor psikologji domethënë para disa viteve, kështu që ndoshta. Por jo, mundon që ti qetësoj edhe palën kundërshtare, përveç saj edhe palën teme. Edhe kur është i irrituar me gjyqtarin, gjithmonë mundohem që deri në një farë mase të justifikoj gjyqësorin, sepse për hir të së vërtetës tani vitingu ka bërë ngarkesë tek gjyqtarët me 20 çështje në ditë, unë kuptoj që edhe i gjyqtar s'ka që më bë me caktu një datë të afërt. Keq më vjen që mu me cakton 2 data, 3 data, apa thona në vjet. Por unë e kuptoj që edhe i gjyqtar ka 20 çështje në ditë dhe për çdo ditë me ka 20 çështje dhe nuk e shlën as sallën e gjyqit. Futet në 9 dhe del në 3 sahati nga salla e gjyqit. Deri diku është edhe ana humane dhe njerëzore, me anë të së cilës unë e mirë kuptoj gjyqtarin dhe këtë gjë ja them edhe palës, që i them dëgjoj, do të thënë ruaj qetësinë, qetësoju, sepse është normale që deri diku të jetë një kozgjatje gjyqesh për efekt të shkatrimit të gjyqësorit. Pra të nderuar miq, siç e kuptuat me këtë referat të shkurtër që bëri Sabina për mua dhe për ne të gjithë, mos pretendoni ta shikoni Sabinën në strukturat e larta të gjyqësorit apo qoftë larg të parlamentit, të qeverisë, sepse një njeri i tillë nuk ka çfarë bën atje me fjalë, se kjo tha, nuk kam pranuar, tha që kam kundërshtuar mendimin e shefit, të shefes, kështu që mos pretendoni me fjalë. Nëse keni nevojë për avokate, e kuptuat. Unë kam kundërshtuar edhe në privat, me falë se po të ndërprese. Unë edhe në privat kur kam punuar, që isha avokatja e kompanive, kam kundërshtuar urdhnat e shefave. Në momentin më të së cilës ato duhen të largonin ndonjëri nga puna, isha e para që i thosha mos e largo pa respektuar procedurën, sepse në qoftë se ti e largon pa respektuar procedurën, do me thënë, nëse të hedh në gjyq nuk kam çfarë të bëj, sepse mos respektimi i shkakut, procedurës edhe kozgjatjes është dëm për ty. Një pjesë e mirë e kompanisë, do me thënë, kur unë kam punuar, do me thënë, i thoshin që po largojo, shef, mos e ke problem, o shef, po jo, shef i thosha, se në fundu ta pagush ti, nuk e pagun asaj tjetri edhe asune. O nesër iku nga puna, detyrimet mesin ty, janë detyrime financiare që do t'i pagush gjithmonë. Ose për shembull kur ka pasur ndonjë detyrim monetar kundrejt shoqërive të tjera, i thosha që ky detyrim duhet paguar, sepse nëse nuk e pagun tani në këtë fazë, me qenë se ajo është përfunduar me gjyq, do ta kesh edhe me kamat, do ta kesh edhe me shpenzime gjyqësore, administrative, avokatore dhe përmarrëse. Pra nga 10 lekë ty do të bëhet 20 lekë. Në një paguaj 10 lekshin, kanë marrëveshje të paguash 10 lekshin me kësa, se sa të paguash 20 lekë, edhe ai 20 lekë me pretendimin për më rrit më bëj 25-30.
Po bën me qesh një mik i imi që është edhe ky avokat këtu në Gjermani, thotë Leonard, thotë zonja, thotë jetoka si gjermane, thotë, por me pagesa shqiptare. Po thuaj zonjës, thotë, që duhet të jetosh si shqiptare për të përfituar diçka në Shqipëri, për ndryshe, thotë, do të jesh në Gjermani. Po është e pamujtën, sepse ka të bëjnë gjithçka me mënyrën si e rrit, domethënë, ka të bëjnë me ndërgjegjen, ka të bëjnë me atjetin që den me e pa në sy, ka të bëjnë me shumë fakte, monte se cilës si den me vepru me ndërshmi. Edhe nuk mund të bësh kompromise me ndërgjegjen dhe me karakterin dhe personalitetin. Ja, është vërtet e nevojshme dhe avokati do ta ketë këtë parim me fjalë, sepse ndaj është avokat për të mbrojë dhe të bëjë në dukje problemet e ligjit apo shkaqet që çojnë tek pasojat ligjore. Po Sabina, duke patur parasysh gjithë këto zvarritje që ndodhin në gjykata, pra disa çështje vonohen me vite që të zgjillen, por janë disa të tjera çuditërisht që mund duken ose që janë më të vështira se këto që zgjasin me vite, por zgjidhen brenda shumë pak ditësh. Çfarë ndodh? Tani këtu është liçi dhe maliçi. Domethënë. Po, e ke parasysh atë filmin Ligji edhe Maliçi, shkopin e dorën e Maliçit mund të jetë kështu. Po mund të jetë edhe kështu. Edhe ra forca. Të është edhe kjo puna, domethënë, ose përgjigja pyetjes tane. Meqenëse se gjyqtari ka në dorë kalendarin dhe kozgjatin e gjyqeve, normalisht që ka mundësinë të caktojë një datë më herët dhe për gjyqin në të cilin është interesuar, pra përjashtojnë proceset penale që duhet të zgjidhen sa më shpejt. Dhe nëse bëhet fjalë për çështje pronash ose çështje civile, administrative, tregtare, bën një kozgjatje gjyqesh më të rralla. Pra, nëse për një çështje e lën një herë në 6 muaj, për gjyqin që intereson e lën krye muajit nga një datë. Kjo është diferenca. Po edhe aty gjenden me fjalë disave edhe pse i kanë pronat me gjyshe me 4 gjysh, akoma se kanë zgjill. Disa që as se kanë ditur ku i po ata që kanë pronat me gjyshe me 4 gjysh, ta harrojnë që do të marrin gjah. Ta themun publikisht, nëse nuk i kanë marrë deri tani ta harrojnë, sepse një ndër to ja mellone, sepse ka qenë vet ligji i tillë dhe Shqipëria prodhon ligje që pronarët e vjetër të mos marrin gjah. Shqipëria prodhon ligje që shqiptarët t'i zvarrisin gjithë jetën në përgjigje. Shqipëria prodhon ligje që shqiptarët t'i fusin në kacafytje. Unë e kam thënë edhe në emisionit e tjera. Kanë nxarr ligjin 7501. Kanë nxjerrë ligjin për kthim kompensimit pronave, kanë nxjerrë ligjin për legalizimet, kanë nxjerrë ligjin tani paketa maleve, paketa investitor strategjik. Pra të gjitha këto ligje rëndojnë mbi të njëjtën tokë, mbi të njëjtën sipërfaqe, ku pretendime kanë persona të ndryshëm dhe që ai jep personave të ndryshëm. Kështu që është bërë një lëmsh këtë çështja e pronësisë, që vetëm kujt i plasin bomba në dorë. Në fakt kjo paketa maleve, kjo është totalisht një vjedhje e hapur, një vjedhje ligjore dhe populli nuk po e kupton dhe sidomos të zonës tonë, të zonës Shkodrës, apo që do ju merret bjeshka, do ju merren kollotat që dikur kanë kollot baktit blegtorët, apo do ju merren edhe kullat. Edhe investitor strategjik, edhe Bregdeti. Edhe Bregdeti. Iku Bregdeti te investitori strategjik. Bregdeti mund të jetë pronarëve të vjetër, pronarët e vjetër nuk ja jep pronën. Dhe kanë edhe investitorit strategjik. S'ka më Bregdet, tani kanë punën tek malet, pra të merren edhe bjeshet, kollotat, merren fshatrat dhe gjithçka është duke u marrë, gjithçka. Pra është një vjedhje ligjore, vjedhje me ligj. Unë ta thashë në fillim, është Shqipëria nxjerr ligje. Ta thashë në fillim që Shqipëria nxjerr ligje, është vjedhje ligjore dhe po të vjell qeveria. Po të vjell qeveria sepse investitorët strategjik janë persona të besuar të kryeministrit, të ministrave, të cilët fshehin dhe pastrojnë parat e tyre dhe të mafjes në bashkëpunim. Shiko. Është gjithçka e paramenduar. Mafja drejton, udhëzon se si të nxirren ligje që të pastrohen lekt. Shiko, dashje pa dashje nuk vim dot po hyj pak tek politika. Edhe pse nuk do doja me ty të hyje tek politika, pra do doja më tepër tek pjesa e drejtësisë, por qeveria në rregull, është kjo që është. Kryeministri është ai që është. E dim të gjithë kush është plaga dhe ku kullon plaga.
Po mirë, Nëse normale. kjo opozit që po vjen gjithnjë më shumë duke u tkurrur, gjithnjë më shumë duke u humbur nocionin opozit, sepse opozit është oponencë. Pra, sa do mirë, sa do standarde të ketë një shtet, është një oponencë, është një opozit që e mban në kontroll qeverinë. Dhe unë për shoh shumë të frikshme edhe vetë heshtje në opozit, sa që deri aty mund të mendosh që ore këta mos janë bashkë, këta investitorë strategjik, janë edhe këta të opozitës, këta të paketës maleve, janë edhe këta të opozitës, sepse nuk është të mundur. Nuk është të mundur që mos të ngrihet opozita, mos të ketë protesta, mos të organizojë popullin, është, nuk e di. Ju e shihni më mirë atje. Do që opozit mbase edhe ndryshim politik nuk ka pasur ndonjëherë, ne ishim kaq shumë të etër për demokraci, ishim kaq shumë të etër që ta shihnin Shqipërinë si gjithë Europa, ishim kaq shumë të etër dhe të errësuar syt për të parë demokracinë, një ndryshim politik apo për të parë botë me sy, sepse jemi ai brezi, pra flasim për vitet 90, që u ishte provuar edhe të dëgjoshin këngë të huaja, ishte provuar të veshnin xhinca, ishin provuar të rrisnin flokët meshkujt, të leshin barseta, apo të pinin cigare, apo të këndonin rock and roll, apo të këndonin rock and roll, apo të këndonin këngë të huaja. Ndjes për lapsin. 89 kam provuar Çumçakis për herë të parë, 12 vjeç. Po. S'kemi ditë çfarë janë Çumçakisat. Bravo, fix. Po, kur na I hallshin ato turistat tek turizmi, domethënë, në dukte sikur fitoshim botën ore, çfarë ti tani. Se na kujtove në kohën e fëminis, se doja të dilja dikon tjetër, se s'po them lojnat që bëshim ne, meqense atëherë kishte Çimçakeza. Po ecim ne. Pa ngjyrë, din çfarë bënim ne kur ishim fëmijë. I manë me ata Çimçakeza cingare? Po ato ka qenë parë që kam provuar. Bravo, edhe une. Ato Çimçakeza cingare, kur u hashin me letra shtotin ngjyrë Leila, Buqille, Kuqero, dhe shifëm ne se ne kemi Çimçakeza me ngjyrë, se dhe ishte shumë rrallë, se kishe Çimçakeza me ngjyrë. Jo, po do të themi që edhe brezi jon u vërbua aq shumë sa që në çdo kënd vetëm mjafton që mos jetë roz, por është blu, është demokrat. Dhe nuk ishim asnjëherë kontroll, nuk ishim asnjëherë vigjilent. Tani, këtë po të thoj edhe une, dhe a ka pasur apo jo ndonjëherë ndryshim politik, sepse kjo që po shohim ne nuk është opozit. Opozita nuk është domethënë që të jesh 30 vjet, 30 ca vjet të njëjtat fytyra të njëjtat persona. Dhe nuk do të thotë që ti të jesh që në 2013 në opozit dhe të mos të ndryshoj asgjë me tank të skandale, vjedhjesh, abuzimesh, amoralitetit, dështime që ka pasur ky shtet në këto vite, domethënë që nga 2013 dhe poshtë. Dhe në opozita, të gjithë partnerët e tyne I kanë biznesmena. Pra nëse janë meshkuj, gratë e tyne kanë hap biznesin. Nëse janë, domethënë femna në opozit, bashkëshortet e tyne kanë hap biznese. Pasurohen. Fëmijët e tyne janë të punësuar gjithmonë. More po si këtë mujton që unë s'kam qenë opozit e mirëfillt në parlament. Pra nuk kam qenë fëmija ndonjë deputeti, gruaja ndonjë deputeti ose diçka e tillë, dhe unë jam pa punë. Ndërkohë që ato të cilët kanë qenë gratë e deputetëve, fëmijët e deputetëve, I ketë të tanë sot me biznese të fuqishme, I ketë të tanë investitor strategjik, I ketë tanë të punësuar në shtet. Kjo si ka mundësi. Pra, prandaj na ka apo nuk ka opozit. Dhe këtu është tek ajo tjetra hipoteza tjetër që këto bëjnë marrëveshje. Okej, unë po qëndroj në opozit, ti vazhdo kryej punën tënde si pozit, ligjet I miratojnë bashkë dhe unë do të bëja të gam domethënë që është domethënë në mënyrë fiktive sa thjesht për me hall hi syve shqiptarëve që unë po bëj punën time, familjen time mos ma luj, që janë tendra kaloj tek bizneset e familjes time, vendet me rrogat me nga 2 milion e gjys, 3 milion fot familjarët e mi, dhe jemi në rregull. Jo, po kjo është edhe pjesa mi fjalë që edhe vetë populli është zgënjur dhe vetë populli tani nuk di se patjetër sepse u penalizova vetëm unë si demokrate, se nuk u penalizonin fëmijët e deputetëve, ministrave, ish-ministrave, gratë e tyne. Pse ato janë në pushtet? Pse ato janë në punë? Pse ato janë me biznese? Pse që në 2013 pasuria atyre është vetëm e shtuar, ndërkohë që ne demokratët e tjerë bëjmë luftë me mbijetesën. Pra, mbijetojmë, bëjmë luftë për të mbijetuar. Pa dyshim.
Kthehemi prap tek Sabina avokate. Sabina, avokati në Shqipëri është mbrojtës i të drejtave të njeriut, apo është ndërmjetësues mes qytetarit dhe pushtetit? Dgjoj, avokati duhet jetë i gjithënshëm. Gjithmonë duke ruajtur parimet e etikës, integritetin, mëshmërinë. Avokati është ai i cili negocion. Unë shpesh kam pas raste kur më kanë ardhur çiftet për divorc. Dhe kur kam pa femrën e cila ka kënë lëkundër ose gjëra të tilla, i kam thënë dëgjoj. Hajde në burrin, po e dua. Por nuk një mirë pranë ti. Dakord. A të dhënon? Jo. A pin? Jo. A të keq trajton? Jo. A le të kumar? Jo. A të ka femra të tjera ose në vest tjetër? Jo. A është i punësuar, ma sjell rrok? Po. Po atëherë për çfarë do më do? Jo, po sepse nuk një mirë e ke parasysh, ose për shembull më ka thënë një fjalë. Po mirë, nuk prishet familja. Po, 2 minuta, nuk prishet familja. Sepse ti nuk kuptohesh për diçka më atë bashkëshort. Dhe i kam drejtuar tek psikologu. Ose shpesh i kam thënë çiftit, shkoni bëni një terapi në çift, përpiqeni ta shpëtoni martesën tuaj, sa avokati këtu është. Ose kur kanë qenë marrëdhënie punet, për shembull që punojësi im është, klienti im është larguar pa drejtësisht nga puna ose nuk janë dhënë rrogat, kam thënë që do na më zgill me marrëveshje që mos më shku në gjykat, që të qyrim se sa rroga doni me na dhënë, dhe kjo bëhet me bekimin e klientit. Pra, për këtë duhet të them që avokati duhet me kenë edhe negocius, edhe ndërmjetësues, edhe përfaqësues ligjor, edhe mbrojtës, edhe luftëtari kryesor i klientit të tij, duke zbatuar ligjin, parimet, etikën, normat e së drejtës. Më ka dhënë një përgjigje shtërruese, por më së tepër më pëlqevi ajo kur ti the që, sidomos tek pjesa e divorcit të çifteve, kur ti si avokate, pra që si thosh fundit ma të punë, mban vetën, mban familjen dhe mund të thosh vetë shqyr që më erdhi një mundësi, një klient, por the i drejtoj tek psikologu, tek terapia çifteve etj me fjalë për të mbrojtur martesën dhe sinqerisht duke patur parasysh dhe pash edhe statistikat e fundit që numri i divorceve në Shqipëri po rritet, edhe është vërtet si thosh trishtuese, ma shumë divorce, sidomos divorcet e çifteve të reja. Çfarë po ndodh, Sabina? Po çiftet të reja janë këto, sepse ndoshta nuk e konceptojnë edhe të qenë rrit bashkë, prandaj janë edhe ato të tjerë të cilët kanë kaluar shumë vite së bashku dhe vjen ndoshta ajo rutina martesës ose fëmijët janë rritur dhe nuk kanë domethënë që me dhanë ma njëri tjetrit, por nuk e din që një martesë, një marrëdhënie, domethënë është gjithmonë në zhvillim dhe duhet vazhdimisht të përpiqesh për individin dhe jo ta marrësh si të mërqen, që ai është atje s'ka ku të vetesh. Në momentin që ti e merr të mërqen, burri gruan apo gruaja burrin, aty ndoll fillimi i mbarimit. Më thënë drejtën, në çdo emisione, në çdo media apo kudo që të lexosh në rrjetet sociale, flitet pafund për politikë, flitet pafund për reformat e drejtësisë, por flitet shumë pak ose as pak për problemet psikologjike dhe problemet sociale të shoqërisë, sepse një shoqëri e zhvilluar duhet të jetë një shoqëri e shëndetshme mendërisht, e shëndetshme nga ana sociale. Dhe për këtë flitet jashtëzakonisht pak dhe nuk ka faj pasaj edhe politika, edhe gjyqësori që është në tillë kaos apo në tillë sjellje. Vërtet. Ne duhet të punojmë shumë domethënë si shoqëri dhe këtë duhet ta ngrenë alarmin domethënë sepse ne si jurista kena ngresë alarm, po nëse ne flasim si avokatën, fillojnë në natallën se thonë që fundit për ju është një çështje më shumë. Por psikologët, doktorat, psikiatrit duhet të ngrenë alarmin sepse populli domethënë është tjetërsuar. Pra të vritet një njeri për një parking, për një gërvishtje makinet, për një kafe, për një ujë, për një CMP, për një ngatrim bluzet, për një se ma hape telefonin, se ma myllet telefonin, është shkatruese, do të thotë që sistemi nervor i qytetarit dhe i shtetave shqiptar është shkatruar totalisht. Janë të vrarë shqiptarët duke pasur vrasje tepër të dhimbshme kot na si kot.
Dhe këtu duhet më ngren, është një kamban alarmit që duhet të ngrihen institucionet e shtetit mendor, të luftohet shumë dhe të bëhen emisione psikologjike, të ofrohet edhe këshillim psikologjik falas, ashtu siç është ndihmë juridike falas, këshillim psikologjike falas dhe të luftohet shumë përmes medias, jo të më nxjarrin mua aty femrat që janë gjysmëlakorisht edhe që promovojnë amoralitetin, degenerimin dhe prostitucionin, po të promovojnë shëndetin mendor. Sot shqiptarët kanë probleme me trurin, po ka ikur durimin dhe po vrasin njëri tjetrin për gjëra më të vogël. Për gjë më elementare, edhe është vërtet e frikshme dhe unë sinqerisht habitem edhe me mediat, me fjalë sado që ato mund të fitojnë nga reklamat apo nga emisione pa pikëlidhje, nuk shoh psikolog, sociolog, psikiatër, pra një shoqëri e smur janë këto probleme që janë pastaj. Një shoqëri e smur është destinuar të vdes. Pa diskutim. Dhe është vdekja. Ne jemi duke vrarë njëri tjetrin. Më thua një komb që vritet me zvedit. Ne jemi të vetmit shqiptarët. Ti mund të jetosh në Gjermani, po në Gjermani ka kombësi të ndryshme. Mund ndodhin vrasje, po mund ndodhin mes kombësive të ndryshme. Është 90 Ne jemi vetëm popull. Është 90 milion banor Gjermania, dhe tash po ta shikosh me numër banorësh, nuk ka kaq dhunë dhe kaq vrasje sa ka në Shqipëri. Në Shqipëri mëngjes drejt darkë vrasje të shohësh, dhunë të shohësh. Shqiptarët ose do të vriten me zvedit, ose do të kalojnë depresion, vrasin vedin, ose do të vriten në aksident rrugor. Po gjitha këto pravime me shëndetin mendor. Për çdo ditë ka këto lloj vdekjesh. Është odhimshme. Sabina, reforma në drejtësi ishte e dur apo reform marketingu? Marketing i gjallë. Dhe shkatrimi gjyqësorit, janë hequr shumë gjyqtar dhe prokuror të mirë, janë hequr shumë gjyqtar dhe prokuror të aftë, të drejtë, të ndershëm. Ka qenë domethënë për me hek ato të vjetrit dhe për me vendosur ushtarët e tyre, të cilët tani domethënë janë ushtarët e kësaj qeverie. Kuptoj. Shive, të të bëj një pyetje si drejt për drejt. Duke me fjalë jo thjesht ti si Sabin, por atë perceptimin tënd, ndoshta edhe për të tjerët. Ju si avokate femra, duke patur parasysh edhe shoqërinë tonë, sepse edhe kryeministri, edhe kryetari i parlamentit, edhe kryetari i gjykatës nga shoqëri vjen, se s'vin nga Amerika, as nga Gjermania ata. A ka diskriminim në sallë të gjyqit kur është një avokate femër ose përballë një avokati mashkull për shembull? Ekziston kjo lloj diskriminimi? Unë nuk e kam ndeshur këtë gjë. Nuk është se e kam ndeshur këtë gjë sepse gjyqtari e ruan etikën. Po, mund të kem ndeshur gjyqtar të cilët kanë atë arrogancën, pra e kanë si ndaj një avokatit edhe ndaj avokatit tjetër. Mund të nollin kjo, do të thonë që një gjyqtar për shembull që konstatohet që e ka mik avokatin tjetër dhe ne e dim domethënë, dhe ndoshta deri dikun domethënë shifet ajo që i flet në një mënyrë më haptazi miqësore se sa duke ruajtur etikën. E ke parasysh? Por duke punuar vazhdimisht domethënë në gjykatë me të njëjtat gjyqtar, deri diku kjo e folura jo zyrtare është domethënë për të dy avokatët e palëve. Por në përgjithësi gjyqtarët e ruajnë këtë etikën domethënë. Nuk diskriminojnë për shkak të seksit, por mund të diskriminojnë për shkak të miqësisë apo lekut. Jo për shkak të seksit. Okej, a diçka tjetër, më fal, okej, është diçka tjetër. Shiko, të ka ndodhur për shembull ty që të vendoset një gjyq nga jashtë sallës? Për ato gjyqtarë të cilët janë të blerë, do me thënë gjithmonë gjyqet vendosin jashtë sallës. Pra prokurori, avokati dhe gjyqtari ne marrin vendimin jashtë sallës dhe salla është vetëm thjesht show me anë të së cilit shfaqet dispozitivi i paravendosur ose vendimarrja e paravendosur. Kështu që po, ku ka gjyqtar të korruptuar dhe prokuror të korruptuar, kjo është më se normale.
Jo, e normale nuk është, po se ishin, se duhet Jo, ishin korruptorë. e kam fjalën për sa i përket korrupsionit, pra është normale që kjo strategji të nollin kur kemi gjyqtar dhe prokuror dhe avokat sekser. Pra është avokati i cili lidhet me prokurorin, me gjyqtarin, që në rastin konkret nuk është avokat për është sekser, dhe paravendoset gjyqi, apo avokati me gjyqtarin, që është e civile administrative tregtare. Pra, paravendoset gjyqi me përpara, kapet gjyqtari me përpara, blehet vendimarrja me përpara, dhe është normale që vetëm thjesht në gjyq të jetë një shfaqje deri ku e rëndon të cila është e kuptueshme dhe vetë pala tjetër e kupton që gjyqi është i shitur paraprakisht. Është e vërtet kjo me fjalë, sepse po të më thoshe ndryshe do ishe pa besueshme, sepse po mos të ishin këto gjëra, pastaj do funksiononte edhe vetë drejtësia shumë më ndryshe dhe shumë më mirë. Po, shiko, okej, duket si gjëra të përsëritura, por çfarë ndodh për shembull që ose kush mendon ti se ka fajin, prokurori apo gjyqtari, nëse një qytetar i thjesht, me fjalë përballë ligjit, dhe një tjetër që ka ndikim tek gjyqtari, tek prokurori, pra ka rol politik apo rol biznesmeni. Si kanë? Një politikan ose biznesmen. A janë të njëjtë përballë ligjit? Jo. De jure, do të thënë në bazë të ligjit ipso liçe, duhet me kanë të njëjtë. Por de facto nuk ndodh asnjëherë kështu. Ai i cili nuk ka pushtet, ai i cili nuk ka lek, ai që është kaq i rënd në kokën e tij, në raport me atë tjetrin i cili është biznesmen, ministër, deputet, i cili do të thënë që në momentin e masës së sigurimit, do të thënë apo fillimin e procedimit fillon në një procedim me butësi, fillon një procedim ku prokurori është i nënshtruar ndaj këtij ministrit. Pra nëse me qytetarin e thjesht i duket vetja zot dhe është shumë i ashpër, shumë strikt, shumë serioz, shumë korrekt, e ke parasysh si prokurori, si gjyqtari, me ministrin, me deputetin, me biznesmenin, fillon edhe qeshet, fillon edhe zbutet, fillon edhe mbëlsohet. E ke parasysh filmin edhe kështu edhe ashtu? Po patjetër. Atë pjesën hurse të filmit? Po kjo ndodh që me policin e rrugës, që me policin rrugor në rrugë, që me gjitha me kanë se është ky problem. Mandaj na kështu fillon edhe fillimi i procedimit, që ndrysh fillon rrugtimi për qytetarin e thjesht apo të varfrin, dhe ndrysh është rrugtimi për biznesmenin, ministrin, deputetin. Mandaj na zgjatja fateve kohore, mandaj na edhe gjykimi. Dhe ajo që është më dhimbshme është që ai i cili për shembull mund të ketë vjellur energjinë elektrike se s'ka pasur lek për t'i dhënë fëmijëve, as buk me hëngër, por thjesht ka vjellë energji elektrike sa fëmijët lexojnë librat apo të kenë për të parë, sepse s'ka asgjë në shtëpi për të ngatruar, as televizor, as shporet, sop apo frigorifer, ai futet në burg me 5 vjet dhe ka varur vedin. Ndërkohë që këto plerat ton politikan që vjellin me miliona euro, 59 milion euro vetëm 1 kilometër rrugë, këto lihen në gjendje të lirë dhe nuk u sekuestrohet asnjë lloj pasurie. Kjo është të vjen për të vjallë, të vjen në veri nga kjo drejtësi. Edhe unë që merrem me drejtësi, do të thënë u lëras, boças dhe me vjen do të thënë shumë zor, shumë ndot dhe nga profesioni im, do të thënë, sepse ndihem e pafuqishme. Me kupton? Ndihem e pafuqishme dhe shoh me neveri sistemin e drejtësisë shqiptare se si sillen kundrejt këtyre politikanëve, kundrejt këtyre biznesmenave, të cilët vjadhin, kanë varfënuar dhe kanë miruar këtë popull. Imagjino kur e thua ti, me fjalë që je avokat, apo që e thua me vjen neveri nga profesioni, pra do ta kuptojmë se çfarë gjendje është shqiptarët, Shqipëria, drejtësia në atë vend është e përdhimshme, nuk i sekuestrohet asnjë pasuri as kërgjë. Nuk bën asnjë ditë bër. Dalën me detyrim paraqitje dhe ashtu është e dhimbshme apo me shërbim provet. Trajtohen si perandor gjatë gjithë kohës së fillimit të procedimit penal dhe deri në marrjen e vendimarrjes apo ekzekutimit të vendimit. Dhe në fund gëzojnë miliardat e lekëve apo milionat e eurove të vjedhura këtij populli, këtij kombi i cili nuk ka as ilaç e kancerit. Shtetësia shqiptare s'ka ilaçe për kancerin, po vdesin shqiptarët se s'ka trajtim me kancer. Të tjerët nuk i japin ilaçe sepse janë ilaçe të skaduara. Pensionistëve i japin pensione qesharake. Invalidëve nuk i arrisin fare.
atyre personave të tjerë të cilët kanë nevojë për asistencë sociale nuk japin as 50 euro asistencë sociale. Është e mërshme varfënia dhe mjerimi që është të ky popull dhe ato lozin të atra me miliona euro që i vjadhin. Dhe në fund dalin edhe të pafajshëm. Apo bëjnë 2-3 muaj, 6 muaj burg dhe gëzojnë milionat e lekëve. Është e shëdhimshme, sinqerisht. Më thonë drejtë, edhe unë kisha bërë 2 vjet, po kisha dalë miliarder prej aty, s'kisha qenë problem. 2 vjet burg, miliarder, s'kisha qenë problem. Ç'të thënë tanë për atë punë se edhe avokatit kur thonë ore, pa e lajmë profesionin e avokatit na futin punë shtet, bëjmë një 2 vjet domethënë burg edhe dalim me miliona dhe lajmë rahat familjen. Po tash u pa kjo punë se shiko, duke pas parasysh që gjithë këto problematika dhe duke pas parasysh atë deklaratë të fuqishme tënde që thua veti me ndërveritet profesioni, duke parë gjithë këtë padrejtësi, pastaj normalisht do të shkojmë mendja se si të vjedh dhe se si të lë diçka për fëmijët apo për familjen, sepse ti e the vetë që ke njerëz që nuk kanë buk apo nuk ka drita për t'i pa fëmija televizor apo për të lexuar për të bërë mësimet për Jo, ka ndodhur rasti, ka qenë një fenomen që ka ndodhur. Prandaj ne jam të thënë, unë e përsëris në çdo media. Dhe kur dikush mu më thet, jo po deputeti nuk është njësoj si ai Varfanjaku, po pse deputeti për kë është aty në pozitë? Është me vjallë neve apo është për të mbrojtur dhe për të mirëmësuar jetën e Varfanjakut? Varfanjaku volli se s'kishte buk me hangër, ndërkohë që ajo ka 5 milion pa thonë rrogën muj, për çfarë vjedh ai miliona euro? Nuk duhet më trajtu, përkundra zikrimi i aks së bardh duhet më trajtu më egërsisht, duhet me kenë dënime më të ashpra, më maksimale, duhet me sekuestru çdo pasurinë, jo vetëm të politikanit, po edhe të gros, po edhe të fëmijëve, po edhe të motrave, të vëllezërve, duhet me hetu edhe të shok apo konetrit ku i kanë regjistru pasunit të plera. Së është pasuria dhe gjaku i shqiptarve, që duhen 7 breza për me e la ato bërë, se na kanë myt me borxhe, që do ta paguajmë ne. Fëmijët tanë, pasardhësit tanë, në 7 breza. To kanë vu pasuri për 7 breza. Ne s'do arrim me pagu, po të lë fëmijë nipa në borxh. Pra 7 breza duhen me lënë për me pagu borxhin, to kanë vu pasuri për 7 breza. Blen ishu jashtë Shqipërijet, blen hotele jashtë Shqipërijet, blen rezorte jashtë Shqipërijet. Çuditshëm. E populli nuk ka ilaçe, nuk ka buk me hangër, nuk ka trajtim njësor. U bëj mitingu i famshëm, gjithë ata prokuror, gjyqtar, ku diun që dolën gjoja nga sistemi i drejtësisë, gjithë janë kthyer si avokatën, askuj nuk u mor pasuria, askuj nuk u mor vesh me fjalë. Thjesht i thanë nuk do jesh gjyqtar, po bëv avokat, ose mbaj lekët tua, bëj biznes. Çiko, Samina, po bëhet zhurmë madhe për zonjën Balluku, apo për vendimin e gjykatës që pezullon nga detyra. Dhe duke pas parasysh që ajo është edhe deputete, me fjalë tash janë opinione të ndryshme, jo do të bërë shkresa në parlament, jo gjykata nuk ka të drejtë të pezullojë zëvendës kryeministrin, dhe kush është opinioni juaj tani? Si ka vepruar GPK-ja? Dgjoj, imunitetin deputetja kanë dhënë në vedit. Do me thënë, ne kemi që në 2013 që kena një mazhorancë, do me thënë, që ka opozita dhe normalisht e lun me kushtetuten. Megjithatë, normalisht që kur fillot një procedim penal kundrejt një ministret, kundrejt një deputetit, normalisht që duhet ndjeket procedura paraprake që është parashikuar nga kushtetuta, sepse është kushtetuta që jep imunitet. Nëse ti do të flesh nga ana ligjore, unë do të them që deri diku do të thënë pezullimi nuk mund të jetë normal, sepse prezumohet i pafajshëm deri që vendimi të ketë marrë formë të prerë apo të vërtetohet fajësia e saj me vendim gjykatës. Pra, pak a shumë të njëjtën procedurë siç është edhe me kryetarin e bashkisë, me anë të së cilës u shkarkua nga puna dhe gjykata kushtetuese tha dëgjoj se shkarkimi është antikushtetues domethënë dhe ai sot e kësaj dite vazhdon që të jetë në thonjza në detyrë domethënë sepse duhet ndjekur procedura përkatëse parashikuar nga kushtetuta dhe nga ligji për shkarkim dhe pezullim. Por nëse do të më pyetshmu si Sabin, lëre me një anë ligjin, nëse do të më pyetshmu si Sabin, unë jam për t'i futur të tanë në buk sepse të tanë kanë vjellur. Të tanë janë hajduta dhe të tanë kanë vjellur.
të tanë japin urna për tendera, të tanë japin kanë fitimet e tyre të kompanitë që i japin, sepse nëse e japin kompanisë A dhe kompania ajo ka përcaktuar që fondi limit të jetë pa thona 8 milion që është tenderi dhe ka paraqitur 7 milionë 800.000, në këto 7 milionë 800.000, 5 milioni ja jep ministrit dhe personave të tjerë të cilët i dajnë lekt me zvedit tenderin, pjesën tjetër ndërtan rrugën, to rrugë të bukura që qahen, to rrugë të bukura që shemben, to rrugë të bukura që prishen, domethënë. Vetëm një muaj qëndroi rruga, mos qofsh gabim, Qukës, qaf Ploç, vetëm një muaj dhe u shëm që u bë rruga re për ruaj atje. Po ajo ka shar fëmanë për shoqa. Para ajo tjetra u shëm 256 milionë euro, diçka e tillë. Çfarë thotë jo 59 milion? Do me thënë euro 1 metër katror, me thuaj ku ka rrugë në botë që kushtojnë si që kushtojnë në Shqipëri. Me shufra diamanti, me shufra diamanti. Vjadhje kolosale o burri do të bëhet këtu dhe heshtin të gjithë, nuk flet askusht. Janë vjadhje të jeshtë logjiket. Janë vjadhje të cilët nuk bëhen asë një vend të botës. Me bën çudi, u bë më shumë zhurmë për këto skutarit, që mi fer për këto monopatinat, që i ndaloi Ministria e Brendshme, policia për lëvizje, se sa po bëhet zhurmë për gjithë këta milionat e vjedhur. I gjojnë ose në rrjetet sociale apo në media që thot, unë me fëmijët e mi nuk kaloj në tunelin e Llogaras. Para ma këtë deklaratë e bën në Kovtuk, po nëse ky individ nuk e kalon tunelin e Llogaras me fëmijët e vet, le të bashkohet, pse s'bashkohen një grup njerëzish me fëmijët e tyre dhe të protestojnë. Kurse për monopatinat, për skuterit, u bë më shumë zhurmë. Sepse monopatinat nuk ka karakter politik. E ke parasysh ndërkohë që vjadhjet nollin nga ministrat dhe pjesa e madhe e qytetarëve i kanë fëmijët e tyre ose që punojnë nëpër këto institucione, ose nëpër institucione të varësisë nga pushteti vendor dhe qendror. Dhe detyrohen mi largu fëmijët nga puna, kështu që është mëse normale që e hajnë turpin me burg, si thojnë. Edhe një gotë verë prapa. A kemi edhe mediat e gazetarët e kapur, mediat e kapura, sepse shikon mediat. Pa, sa me shqyrë fillim që sa zgjaj pa më varën, po pa tjetër. Edhe ti pa marrë me hap një radio këto, dhe ty të kapin. Që shta i muhabet? Ti pa më varë si në Gjermani, pa me të pagu 2 miliona euro, shtrembëroj këtë lejmë. E refuzan herën e parë, herën e dytë. është si puna saj parcaletës, dëgjo. Ta të një parcalet? Në serverin e kam bërë .de, me fjalë në server gjerman, se s'kam bërë .al, me fjalë në server Shqipërisë, sepse mos të kem lidhje fare me ata atje. Dëgjo, ta tha një parcalet, që ta kuptosh edhe ti, se sa të varën dhe të panvarën janë institucionet, media këto në këtë Shqipëri, po është pak parcalet kështu tiroz, le të themi ne, jo krite kuqe. Po mirë, Rozë, e lëmë me gjyrën e Partisë Socialiste, s'është problem. Nuk është ma vi, sa jo ka rozë të myllur, se flamin. Kjo janë është rozë dhe letë. Jo, shkon një, le të themi, një individ, shkon në një fshat. Edhe e pyet një fshatar aty, apo një qytetar, të ka ju zonë, kur ajo kalon, se s'po them fshatar apo qytetar. Shkon në një zonë dhe e pyet, dëgjoj thotë, ka gej këtu thet? E ke zona ju e fshatit? O jo, i thet kë. O i thet. Po në qovë se thet unë do të paguja, thet ty thet 10.000 lek thet, do të bëje dëshuri me mua thet? Po jo, i thet kë, se unë s'jam gej. Po në qovë se do të paguja, thet 100.000. Po jo, re vllai, thet kë. Po në qovë se do të paguja 10 milion. Po jo, re. Po në qovë se do të paguja 100.000 euro ose 300.000 euro. Po mirë, sa problem. E po më thuj që s'ka gej, po s'ka investitor. Me investitorët e duhur, ndodhë në shpet. Kështë që... Je mame, je papa me je. Kam marrë përgjigje fiks. Kam marrë përgjigje fiks. Duhet të lexoj një pyetje, që edhe i falenderoj të gjithë që po më shkruajnë dhe më ljoje pafund që po na ndjekin. Faleminderit nga ana ime. Tani më duket si pyetje rrëmujshme, po do lexoj kështu siç ma ka dërguar zotëria.
Përshëndetje thot Leonard, thot respekte thot për zonjën, sepse që nga shumë e çitër dhe shumë aftë, i thosh ka gjërat trosh dhe cop. Thot, a mundet zonja thot, cili është neni që abuzohet më shumë në Shqipëri, qoftë për të dhënë të drejtë dikuj që s'ka të drejtë, apo për të ndaluar dikë që edhe ka të drejtë. Nenat e mund të ketë shumë, po. Ja, nenat janë shumë sepse dëgjoj abuzimet të nollin si në procedurën administrative, për shembull kur ti kërkohesh për informacion, ato refuzojnë dhënien e informacionit, qoftë për sa i përket të dhënave, qoftë për sa i përket mbivendosjeve, domethënë që mund të kenë parcelat, qoftë sepse institucionet, për shembull hipoteka mund të jetë lamsh për veti. Mandaj na kur ti shkon në gjykatë, domethënë gjykata, domethënë janë shumë nenet të cilët përfshin procedurën administrative, procedurën penale, civile, administrative, tregtare, veprimtaria e organeve administrative, veprimtaria e organeve të gjyqësorit dhe veprimtaria e organeve të prokurorisë. Po që nollin abuzime, pra është nen, nëse mund të themi, jo nen, po mund të nollin, mund të themi që është mos respektim i neneve që parashikon procedura. Pra abuzimi noll kur organet dhe institucionet nuk veprojnë sipas asaj që parashikon procedura. Për shembull, nëse procedura parashikon që një gjykim në shkallë të parë një çështje duhet mu bë brenda 3 muajve, ajo zgjat 3 vjet. Tu kemi dështim të kozgjatjes së procedurës dhe afatit kohor për shërtimin e çështjes në shkallë të parë. Në qoftë se për shembull thotë që vendimi duhet të shpallet brenda 15 ditëve, ti e merr vendimin ndoshta mas 2 muajve dhe mas 2 vjetëve. Pra kemi ligjin i cili e parashikon afatin dhe dështimin de facto të zbatimit të ligjit. Fatikisht gjithmonë ligji është edhe varësisht se si interpretohet, me fjalë si perceptohet, si bëhet interpretimi i ligjit. Ajo është tjetër interpretimi, sepse është lënë në çmuarje të gjykatës. Interpretimi është tjetër, me anë të së cilës gjyqtari let domethënë, e ke parasysh, let me provat, let me praktikat unifikuese, let me çmuarje në brendshme të tij, sepse fundit thet, çmuarja ime e brendshme është kjo. Unë kështu e mendoj, masi shërtova dhe analizova këto prova. Unë duke thënë tek dështimet e veprimtarisë së funksioneve të pushtetit gjyqësor apo të institucioneve administrative në dhënien e së drejtës së qytetarit. Kuptoj. Mor Sabina, me të pyet prapë diçka ty. Atë ka rastësisht që të refuzosh ndonjë klient që ka dashur të të marrë avokat ty për të mbuluar një krim tjetër? Zakonisht, unë me penale merrem vetëm për ato të cilët kryejnë shërtet që ka të drejtë. Kështu që me ato të mantës së cilës jam selektive në çështjet penale. Prandaj na nuk kam dashur që të jem edhe avokate zgjallur kryesisht tek nima juridike falas, por kam kërkuar vetëm civile, juridike, administrative, tregtare dhe familjare, në mënyrë që mos të marr DKD. Në shërtimin tim unë marr ato të cilët kanë një të drejtë dhe është cënuar e drejta dhe i përfaqësoj ato. Ndërkohë që ato të cilët merren me abuzime, me vrasje, me vjedhje, me mulime, krimesh edhe gjëra, unë nuk mund t'i marr domethënë. Kështu që përgjigjja ime është jo, nuk marr. Jo kuptoj, dhe mënyrën e përzgjedhjes e kuptova. Shiko, dhuna në familje është rrit shumë. Ka kaluar pothuajse gati çdo cak. Dhe ky sistem që ne kemi, a është vërtet i aftë të mbroj viktimat apo me padashje apo me dashje, po bën edhe viktima të dyta të sistemit? Pra nuk jepet drejtësia, nuk jepet dhe pastaj njerëzit acarojnë më tepër, krijojnë probleme të tjera. Dëgjon, neve kemi këtu dallë parë mungesë infrastrukturët. Në momentin në cilin një gjykat do t'i japin femrës, gruash zakonisht një urdhër mbrojtje, normalisht që duhet ose ta dëboj burrin nga shtëpia, duhet të parashikoj edhe burrin se ku do t'ikë dhe ku do t'jetoj, dhe të siguroj mbrojtje të vërtet gruas. Realisht de facto noll që gruaja të ikte gjinia vet kur divorcohet, sepse burri mund të jetë edhe pa letra shtëpia, mund të jetojë edhe tek shtëpia e prindërve apo mund të jetë në proces legalizimit dhe në momentin që nuk ke një certifikat pronësie, gjykata nuk ka si më thënë se kujt më ja lën shtëpinë në posedim të përkohshëm.
Dhe ka pasur raste që gjykatat kanë dështuar sepse kanë lënë të dy në një banesë, njëri në një dhomë, tjetri në një dhomë. E ta haj drejtë, ti lësh të dy në një dhomë, duke përdorur të njëjtën banjo, atë çfarë urdhën mbrojtje ishte. Më kupton? Ka pasur raste me anë të së cilës gjykata i ka thënë që le të qëndroj kaq metra larg, domethënë. Por e ka lënë për një periudhë 3 mujore. Por pas asaj periudhe 3 mujore çfarë do të ndodhin? Po mas asaj një periudhë 1 vjeçare. Mandena është edhe fenomeni tjetër që sado që gjykata ta lë, edhe nëse do të ekzistojnë ato kushtet me anë të së cilës shteti i siguron të dhunuarës shtëpi, i siguron mbrojtje, i siguron edhe distancim e gjërat e tjera, domethënë, një person i cili e ka ndarë mendjen të vras, halladërman pa gjetat mundësi, nuk e ka, domethënë. Sepse kanë qenë edhe femra me urdhën mbrojtjet dhe ato janë vrarë. Janë vrarë edhe në rrugë, janë vrarë domethënë edhe në durrët e policit, janë vrarë edhe në hyrjet e komisariatit, janë vrarë edhe në shtëpitë tyre dhe përveç atyre janë vrarë edhe familjarët e tyre, babai, vëllezërit, nëna, e ke parasysh? Pra janë disa gjëra të cilat jo domosdoshmërisht shteti mund të bëjë të pamundurin. Me kupton? Ti e din që unë jam tull për me folë kundër shtetit dhe them të vërtetën. Jo, të kuptoj shumë drejt. Por ka disa gjëra të cilat nuk mund varen totalisht 100% nga shteti. Pra, shteti ta jep urdhën e mbrojtjes, po ti duhet momentin që ti je shef afër të lajmërosh direkt. Mandena shteti një femër të dhunuar apo çdo femër të dhunuar nuk mund t'i japin një polic privat, më kupton? Jo, kjo është edhe çështje kulture. Janë shumë çështje të cilat janë të ndërlikuara. Po, mund të jetë dështimi gjyqësorit, po me një vetëm një, mund të jetë dështimi gjyqësorit kur ato i lënë të dy bashkëshortet në një ambient, kur bashkëshortet nuk e nxjarrin jashtë prej shtëpijet. Këtu mund të jetë një dështim i gjyqësorit, ose kur nuk e parashikojnë urdhën e mbrojtjes për një kozgjatje mbi 1 vjeçare, 2 vjeçare, se fundi fund urdhën e mbrojtjes është ai dhe 300 metra larg. Mos e parashiko për 3 muaj, mos e parashiko për 6 muaj. Parashikoj për 1 vit, që gjatë 1 vitit prezumohet që ai mund të qetësohet, ose po është në urdhën e mbrojtjes, mund ta ndihmosh që të sigurosh një ndërtesë sociale për femrat e dhunuara. Këtë po. Gjatë që këto shteti nuk i bën. Por ama ka raste të tjera me anë të cilës sado që ti mund të kesh urdhën e mbrojtjes si femër, i mushet atij mendja në 2 mjezit, merr një kalashnikov, i ka thënë mendjes ik mush doktrunit, si i thojmë ne shqiptarët, futet aty në ubër të femrës në 2 mjezit kur të tonë familja është duke fjet, edhe i vret këtë gjën para. Në fakt janë psikopetërit. Përpara psikopetërve dhe skizofrenave nuk jemi të pambrojtur të gjithë. Patjetër, por shiko, kjo është një kulturë shoqërisë tonë që ne nuk dimë të mbrojmë veten, sepse themi jo shteti, jo polici. Fundit nuk mund të vej policia për çdo metër katror, në asnjë shtet botës nuk ndodh kjo. Por në shoqëritë e zhvilluara është vetë individi kur shikon diçka keq, kur shikon një problem, kur këtu zguxon t'ja parkosh makinën para drejtarës, sepse të lajmëron policinë, sepse thotë ka dalur një makinë që se njoh. Pra, është e kultura që policia tu është banori vetë. Dhe ata dëgjoj, sa mund të ankohesh në Shqipëri nuk të vjen policia. Ç'më duhet muset? Po. Kjo është tjetër gjë. Ne thamë të urdhnat e mbrojtjes. Kjo është tjetër gjë mandena, sepse ti mund të lajmërosh policin, por policia nuk vjen. Ti mund të lajmërosh ambulancën, por ambulanca nuk vjen. Kjo është dështim i strukturave shtetërore. Ndoshta gjykata është zhëja, është pika e fundit nga që merr një vendim. Por ama fillon që ke aja, që ke lajmërimi i policit, që ke lajmërimi i ambulancës, ku diun. Ka parashikuar gjykata, vendimi është më së saktë në anën gjyqësore. Është kaq mirë argumentuar, sa ti vetëm thjesht duhesh me thirr policin, pa të vjen polici. Kjo është çështja. A të vjen policia në çast? Kuptoj. Se gjykata e ka parashikuar. Vendimet e gjykatës janë të mirë argumentuara për sa i përket urdhnave të menjëhershëm të mbrojtjes dhe urdhnave të mbrojtjes, gjithmonë kur pranohen nga gjykata. Është e parashikuar distanca, është e parashikuar ku do të rrinë në shtëpi, është e parashikuar sa metra domethënë do të qëndrojnë larg, është e parashikuar kozgjatja për sa kohë nuk do t'i afrohet shtëpisë, nuk do t'i afrohet individit, nuk do t'i afrohet ndoshta as partnerës, as fëmijëve, as familjarëve të partnerës, të cilët prezumojnë që mund të ndihen të dhunuar ose diçka e tillë. Pra shpesh vendimet e gjykatave në 90% rasteve janë të mirë argumentuara. Ideja është zbatimi. Pra në momentin që një femër njihet e dhunuar dhe e shef burrin përpara shtëpijet aty,
dhe merr në telefon policin, a vjen policia, a përgjigjet, a arreston, a e shoqëron bashkëshortin? Jo. Pra mungon strukturat shtetërore. Dhe kjo ka bërë që të humbasim besimin tek policia, sepse edhe nëse ne e marrim e dim që nuk do të vinë. Pra njeriu më parë vritet se sa vjen policia. Sa ka dalë edhe shpreha, vin policë gjithmonë mas kosit e mas pilafit. Po mirë, është shpreha, viktima u gjet në vend ngjarje e kriminali ka ikë. Po fiktis, tamam gjithmonë. Po problemi është këtu. Po thënë drejtën, unë e shoh për shqetësim nga larg, sepse normalisht që femra është më dhunuar dhe ka ndodhur tragjedi ndaj femrës dhe gjithmonë femra në shoqërinë shqiptare ka qenë pothuajse e dhunuar, nuk duhet ta pralojmë këtë. Është një fakt historik, jo se po lind sot. Dhe normalisht që vinë gjëra të trashëguara. Por unë po shoh edhe një rritje të dhunës ndaj meshkujve, apo brenda familjes me fjalë djali me babain, babai me djalin, apo edhe raste kjo nuk është dhunë ndaj meshkujve, kjo janë konflikte për çështje pronash, të cilët agravojnë në dhunë apo në vrakje. Pjesa e fëmijëve, ku shohim përpara që kemi parë edhe në për këto emisionet investigative, ku kryhet marrëdhënie në sy të fëmijëve, ku hyjnë dhe njerëz të huaj dhe përdoren familjet, po themi, vulnerabel. Dhe shohim shumë pak, pra e kam të pjesa edhe e shërbimeve sociale se si funksionojnë, apo psikologët ligjor për minorenët, për të tillë njerëz, sepse jo çdo zgjidhje duhet bëhet direkt vetëm nga një gjyqtar apo nga një prokuror, po duhet të ketë edhe psikolog, duhet të ketë psikologu ligjor. Patjetër. Si funksionojnë këto psikologët duhet me pas në qerdhe, psikolog duhet me pas në kopsh, psikolog duhet me pas në shkolla. Ndërkohë që këtu një psikolog më lën 2-3 shkolla apo një psikolog më lën edhe qerë, edhe kopshtin, edhe shkollën, edhe në shkollë tjetër në përfshatra. I hasi këtë probleme në profesionin tonë, duke pas parasysh që ti merresh me çështje. Patjetër tek proceset me të miturit, të gjëna hasen, të cilët janë objekti abuzimeve seksuale, objekti kanosjeve, objekt i dhunës psikologjike, emocionale, keq trajtimeve, sepse i pasqyron domethënë fëmia dhe gjithmonë kur është i mitur kërkohet paraprakisht domethënë edhe trajtimi me psikolog domethënë apo bëhet intervistimi në prezencë të psikologut përveç se edhe të prindit. Për ka raste të cilët abuzimet ndodhin edhe brenda familjes. Ose nga njerëz të afërt. Kjo është dhe këto është më tepër e vështirë për të kuptuar. Sepse duke pas parasysh një fëmijë sot është minoren, a nëse bëhet i rritur dhe rritet me post-trauma, me fjalë edhe vazhdon ajo, si thosh ajo ecuria e dhunshme e shoqërisë, e hakmarrjes, e pa kuptimit që të sjell post-trauma. Ajo sjell gjithmonë trauma. Në një emision kur unë kam pa, domethënë, në 90% të rasteve të pedofilave, apo 80 deri në 90% të pedofilave janë ato të cilët kur kanë qenë fëmijë janë abuzuar vetë seksualisht, domethënë. Kështu që traumen e kanë zhvilluar dhe janë shndruar edhe vetë në pedofila. Kështu që trauma aty ngel, po nuk u shërua, po nuk u trajtua dhe po nuk u kërkua ndihmë psikologjike, ajo vetëm thjesht domethënë zhvillohet dhe shlën lajne të pandërgjetshme derisa të shpërthej, pa aty është. Nuk lëviz. Prandaj na ka nevojë, prandaj të thash edhe në fillim që kemi nevojë për psikolog dhe për emisione të cilët merren me shëndetin mendor të shqiptarëve. Sepse familja është shturur, shoqëria është shturur dhe domethënë kemi probleme të forta mendore dhe të vetkuptuarit dhe të vetpërmbajturit. Shpërthejmë direkt, jemi popull agresiv, shpërthys, impulsiv. Po kemi ardhur nga post-trauma, sepse jemi një popull vazhdimisht me trauma. Sepse historikisht e kemi parë gruan si kafshë pune, si kafshë skllave, fëmijët nuk i ka përgëdhel babai apo gjyshja si ka marrën prerë, ka lind vajzë, o babo lindi vajzë. Tani është duke fenomeni kundër që fëmijët janë të rritur me të tëna të mirat, bashkëkortëve janë të plotësuar të tëna dëshirat dhe përsëri shoqëria është duke dështuar. Pra nuk kemi fenomenet e më përparshme para viteve 90. Jo, shiko, ato fenomene kanë sjellë këtë, sepse justifikohen me këtë gjë tjetër. Unë se kisha t'ja plotësoj fëmijës tim. Po.
Edhe kjo është postram, është tramë vete. Po, po. Se kisha Një kanë të në të mira, dhe në fundi më lënë respekti kundrejt prindërve. Dhe i shohin prindrit si bankomat. Po shiko pra, i shohin prindrit si bankomat, dhe prindi me pa dashje, me pa vetdije, bëhet bankomati, i blen iPhone-in 17 Pro Max, por ndërkohë që nuk harxhon asnjë gjë se morë kohë me fëmijën. Pra, nëse... Sepse në momentin që ti fëmijës ti blesh iPhone-in, e ki bërgos fëmin. Dhe fëmija ekzekuton vendimin e bërgimit. Mbyllet në dhomë dhe rrin tankohen në iPhone, rrin tankohen në celular. Dhe nuk ka kohë që të flas me ty. Ne kemi folur gjithkohën me prindrit tanë dhe jena rritur me edukat sepse nuk kena pas të rrjete sociale. Pra ky është një fenomen i cili nuk është që po vjall fëmijët shqiptar, po vjall fëmijët në tonë botën, sepse të gjithë fëmijët kudo që janë, është një kampanë alarmi, hekeni telefonin në një moshë të vogël fëmijëve sepse krijohet varësi e cila është vështirë për të shëruar. Dhe krijohet diferencë madhe mes fëmijës dhe prindit dhe ai kur rritet pastaj nuk di as të trajtoj jetën e vet, qoftë çift, qoftë marrëdhënie komunitare etj. Shiko, do të bëj një pyetje pak provokuese. Po. Ku e ndan, pra po flasim me një klient, që ke një klient që ka kryer një vepër të rëndë dhe të ka rëndësisht të ndash moralin me profesionin, pra profesioni të thot ta mbrësh, morali të thot nuk duhet ta mbrësh. Të ka rëndësisht të bësh një negociat me veten? Një avokat patjetër që gjithmonë i bën këto kompromise, sepse është avokat. Por ama, duke qenë ekspert fushet, thot që okej, i dyshuari, i pandehuri, apo klienti ka nevojë për mbrojtje ligjore dhe në momentin që ti e pranon si klient, atëherë duhet të japësh maksimumin për atë klient. Dhe ana moralit duhet të flej. Po duhet të vet ana logjike, ana ligjore. Kuptoj. Ja, normalisht një avokat duhet ditë edhe të negociojë me veten, duhet di edhe të kontrollojë edhe emocionet e vetë. Atëherë ka dy rrugë, ose mos e merr si çështje, por nëse ti e merr si çështje, moralit i ke lënë i tutje ti. Dhe do të bësh rolin e avokatit ta përfaqësosh maksimalisht. Te kjo kisha para se ta merrje si çështje me fjalë vën në diskutim emocionin, moralin me profesion. Po, pas raste që se kam marrër. Më ka ardhur një klient, me anë të së cilës erdhi mik mas mikut. Një miku jem tha që kam një mikën time ku mika e saj domethënë ka një problem me fëmijë. Pra mik mas mikut. Okej, thash më jep telefonin. Si jena në Shkodran, si Shkodran ishte. Si Shkodran që shkojmë filani, shokët. Dhe si përfundim, fola me prindin, i thash, si është puna, i thash? Tha, dëgjoj tha se djali im tha, ka qenë tha me një grup shokësh tha, dhe i kanë dalë tha para tha një pensionistit tha, e kanë rarë tha, dhe i kanë marrë pensionin. Në momentin që ma tha këte, do me thënë, e ke parasysh se si univa, ai mandajna pensionisti është bërë shumë smur, a më duket si rrjedhoi grushteve, gjanave, a më duket kishte vdekur, apo ishte në një gjendje të rëndë shëndetësore, apo me pasoja të rënda shëndetësore, nuk e mbaj mirë mend. Dhe më tha që po që gjatha që të më përfaqësosh ti, edhe i thash faleminderit, i thash, po nuk merrem me çështje penale, i thash, nëse dem po të këshilloj ndonjë kolektemin ose diçka të tillë. Në momentin që më tha që dhe kjo si nan, do me thënë, nuk përshifsha në një shenjë pendimi, po përshifsha një shenjë më anë të secilës, jo po djali jem ashtë i mirë, jo po djali jem nuk bën kështu gjanashe, jo po e ka fut shoqënia, jo po ky nuk i ka ra grështe, jo po ky s'ka bë gjaje. Do me thënë përshifsha vetëm justifikimin e një prindi, dhe deri diku do me thënë unë iva keq. Pse? Sepse nana jam është pensioniste. Kushrinit e mi janë pensionista. Pensionistit ku jemi ashtu lekun, ku i përmisu jetesën, sepse janë disa pensione që sharake, dhe jo t'i dalë shprit, ti si 16 vjeç, 17 vjeç, 18 vjeç, dhe ta rrahesh dhe t'i vjedhësh pensionin. Që nesër mas nesër edhe mund ta vrasësh. Kjo është e turpshme për mua. Dhe këtu nuk e kam pranuar si çështje. Pra çështje të tilla unë nuk i pranoj. Kjo është ajo ideja. Ku futet morali, futet dhe mshëria dhe nuk mund ta pranoj. Nuk e duhet lek. Shkurt shqip. Eksakt, kuptoj.
Sabina, nëse ti do kishe dorë të bëje një revolucion, çfarë do ndryshoje vetëm diçka në organet e drejtësisë apo në një ligj apo diçka që do thosh po, të ndryshoj këtë sepse të rregullon shumë gjëra. Po këtu ka shumë gjëra për të ndryshuar, me një ma heka edhe fantazinë me të përgjigj pyetjes. Sepse ti den vetëm një. Ma prej me fantazinë më sa vash edhe ti. A thosh mirë me ndryshu kush. Ne kemi përfunduar kaq shumë në fund të gropës dhe jemi degraduar kaq shumë shoqëri sa me një ligj nuk ndryshon, nuk vjen revolucioni, është si puna e saj, me një lule nuk vjen pranvera. Kemi shkuar shumë vite prapa. Jemi në çdo aspekt, në çdo dikaster, qoftë në sistemin gjyqësor, legjislativ dhe ekzekutiv, qoftë edhe si shoqëri. Shiko, jemi 2025, gati kemi hyrë 2026. Duke pas parasysh dhunën, vrasje, problemet e pafundme që po ndodhen atje. A do ishte mirë për disa target njerëzish të ishte ligji me dënime me vdekje? Kjo do të ishte diçka shumë e bukur. Por faktikisht është hequr sepse ka qenë pjesë përbërëse antarësimit, domethënë apo të politikave për sa i përket të Këshillit të Europës, për sa i përket të politikave, meqense edhe Europa e ka hequr dënimin me vdekje, kështu që edhe rruga drejt Bashkimit Evropian na lën dënimin me vdekje. Por kjo do të ishte diçka shumë e bukur. Dëgjoj, është edhe diçka e dhimbshme sepse është vështirë të marrësh një dënim me vdekje, por do të ishte një shembull nëse një njeri përdonon një fëmijë 12 vjeç, 10 vjeç, 8 vjeç, edhe vret, ajo është kafsh, nuk ka qenë njerëzore. Dhe ai kafsh ose qenie ose ajo kafsh apo i çmendur skizofren nuk ka pse të rrinë në burg dhe të haj edhe taksat dhe të ushqehet me taksat e prindrit që i ka vrarë fëmijën dhe i ka përdhunuar fëmijën. Është dhimbshme. Ai mund të bëhet edhe shembull negativ për dikë tjetër. Po patjetër që bën shembull negativ. Është mëse normale se kur nuk ka dënim me vdekje, të gjithë thonë që do të futen brenda në burg, do të kena vend për me hangër, për me pi, për me nejt, do të rrimë, domethënë do të dalim sepse rrinë të ndryshojë edhe ligjet që nëse ban 25 vjet, domethënë me sjelljet mirë më thet thash, edhe mund të delsh më përpara, sepse je burgim të përjetshëm, e kupton? Kuptova. Por i mora vetëm thjesht pedofilin edhe vrasësin si shembull, sepse veprat të mërshme ka nga më të ndryshmet, ose një person që vret 4-5 veta për një herë, ose një familje për çështje pronësiet, ti nuk ke më qenë njerëzore. Ja, për shumë, unë lexova sot, nuk e di se jam i sakt, por lexova diku sot në këto mediat e huaja, që Italia do kthej dënimin me vdekje për ata që vrasin femrën. Nuk e di se sa mund të jetë e vërtet, nuk jam se jam i njoftur. Italia është përbërëse Bashkimit Evropian dhe Europa domethënë me stadionin nuk e ka dënimin me vdekje. Kjo është ajo arsyeja që burgimin e përjetshëm. Ishte lapsus. Burgim përjetshëm pra se është ndalume. Është ndalume. Ishte lapsus. Kështu që Italia si pjesë përbërëse e Bashkimit Evropian mund ta bëjmë vetëm nëse ajo mund të dalë ndoshta nga akte normative të cilat i ka ratifikuar edhe i ka bërë pjesë përbërëse të legjislacionit italian dhe të kushtetutës, domethënë. Pra ka shumë probleme të cilat i dalin edhe me anëtare familjes europiane. Me kupton, nuk është objektivisht i pamundur të meratohet thjesht si Itali dënimi me vdekje. Nëse do të jetë pjesë anëtare e familjeve të Europës. Janë të shkuar drejt shkatrimit të familjes. Italia dhe Europa është duke shkuar drejt shkatrimit të familjes me këto jo gay, jo gjëra të tilla, domethënë me anë të cilës jo edhe prindi një, prindi dy, jo domethënë zgjadhja vete, gjinis, as mashkull as femër, po pem, trong, zok, mace qen, e ke parasysh, domethënë janë duke shkatruar komplet njerëzimin. Kaq pak reagim pat në Shqipëri për këtë projekt ligj dhe me sa diun ka shkuar në dorën e presidentit dhe s'po ka reagime vetëm presidenti është kupla e edit për atë punë kryeministit. Po flas reagimi popullor, me fjalë thjesht i grup njerëzish. Ka reaguar populli, kanë reaguar shoqatat, ka pasur pak reagim popullor, si gjithmonë që mund të ketë pak reagim sepse nuk kena një shoqëri me anë të së cilës ndërgjetësohemi, por reagim ka pasur. Po më mirë pak se sa hiç.
Unë jam me këtë, dakord, më po mirë sa- pak reagim se sa hiç fare. Jam plotësisht dakord, po sa do çoj pesh kjo, sepse do duhet një reagim i Është duke masës. bërë edhe një nënshkrimi i një rezolute domethënë dhe nënshkrimi nga i një peticioni nga ana e qytetarëve, e cila është shpërndarë në rrjetet sociale kundra miratimit të këtij ligji. Unë e kam nënshkruar elektronikisht sepse është shpërndarë elektronikisht dhe shumë qytetarë dhe shtetas të tjerë, meqense ruhet anonimati, e kanë nënshkruar. Kështu që mendoj që edhe me anë të këtij peticioni mund të bëhet diçka. Mandena është edhe referendumi, kuptohet, dhe anët të tjera me anë të së cilës populli mund të kërkojë shfuqizimin dhe abrogimin e ligjit. Pra ka edhe rrugë të tjera. Sabina, unë të jam mirënjohës për gjithë të bisedë që bëm bashkë. Nuk e di nëse lam diçka pa thënë apo ke diçka dëshirë të thuash. Mirënjohës dhe falenderuese jam unë që më dha mundësinë të shprehem për profesionin tim, për problematikat në vendin tim dhe mbi të gjitha më dha mundësinë të shprehem pa censurë. Sepse në shumë media nuk na thrasin pikërisht sepse flasim të vërtetën. E ke parasysh? Kështu që meqense ti më dhe mundësinë të shprehem pa filtra, jam unë ajo që duhet të falenderoj që më dha mundësinë. Shumë mirënjohje pafund dhe ti je gjithmonë e mirëpritur për çfarë do që të jetë diçka për të thënë dhe për të folur. Kështu që kjo radio është totalisht për të gjithë ata që duan të thonë mendimin e qartë dhe të pastër ashtu siç ata vetë mendojnë. Dhe fatmirësisht kjo radio tashmë është në platformat më prestigjioze të botës regjistruar dhe do jetë totalisht vetëm për njerëzit që duan të thonë mendimin qartë ashtu siç e mendojnë. Jemi pa njerëz nga mbrapa, jemi vetëm vetë dhe kështu që nuk kemi ku i llogari dhe këtë linjë do përpiqemi si staf të mbajmë. Mirënjohje Sabina. Uroj mbarësi. Respekte dhe natën e mirë. Faleminderit, natën e mirë dhe juve. Shumë faleminderit për ftesën. Natën e mirë. Të nderuar miq, ky ishte emisioni Horizon për sonte. Mendoj që ishte një bisedë e këndshme dhe gjithëpërfshirëse me zonjën avokate Sabina Meta, ku përpoqem të cekim aq sa mundem në këtë programacion problematikat gjyqësorit, problematikat politike, ato që na shqetësojnë ne si popull. Shpresoj që të ketë qenë edhe për ju një emision me informacione, jo se ju nuk i dini, sepse gjithë ne i dim kush janë problemet e vendit tonë dhe kush është drejtësia, gjyqësori, politika. Ne e dim sepse e vuajmë për ditë në kurrizin tonë, por kur dëgjon diçka nga njerëzit e fushës, nga njerëzit e ligjit, dhe aq më tepër deklarata e Sabinës që shpeshherë më vjen në veri për profesionin që kam, sepse ndihem e paaft për të mbrojtur të drejtën, është vërtet e dhimbshme, por do i bëja thirrje secilit prej nesh që të jemi të qetë, të kujdesshëm dhe ta vlerësojmë jetën, ta duam jetën, të dimë të duam veten, sepse duke ditë të duam veten, do dimë të respektojmë edhe tjetrin. Fundit jeta është vetëm një dhe është dhuruar vetëm për të jetuar, nuk është dhuruar që ne të shkatërrojmë veten duke marrë jetën dikujt tjetër apo duke i marrë pronën dikujt tjetër, sepse në fundit kemi ardhur pas gjë në këtë jetë dhe në atë botën tjetër në këse ekziston si kur thonë librat e shenjtë, ne sërish do shkojmë vetëm. Madje as qefinin, as kostumin nuk do e veshim vetë ne ditën e fundit, por do e të tjere që do në veshin. Pra t'ja vëm gishtin kokës, ta shijojmë jetën, ta jetojmë jetën, duke e vlerësuar në maksimum çdo moment të jetës tonë. Unë jam mirënjohës pafund dhe ju rikujtoj që të gjithë ata që nuk kanë patur mundësi të ndjekin emisionin në plot, apo që dëshirojnë të ndjekin sërish këtë emision, do jetë nesër në orën 13 në ritransmetim në radio. Ja rikujtoj edhe një herë platformat, pra mund të ndiqni në website-in zyrtar windowradio.de, mund të ndiqni përmes platformës Radio Box, apo edhe përmes platformës Radio Shqip,
si dhe në platformën prestigjioze globale Tunej, por ashtu mund të ndiqni edhe në YouTube, pra që nesër mbas dite, emisioni do jetë i regjistruar edhe në YouTube, në faqen zyrtare Horizon Window Radio DE. Duke u falendëruar edhe një herë për vëmendjen tuaj, ju përqafoj të gjithë përzemërsisht dhe u lë takim nesër mbrëmë me të ftuar në radhës, ku do kemi një psikologe, ku do flasim pikërisht për problemet e divorcit, për problemet e familjes dhe çfarë po ndodh me familjen shqiptare. Natën e mirë dhe mirë takofshim nesër mbrëmë. Natën e mirë. Horizon nga Leonard Koja në Window Radio.de.